Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje me qëtemi nga unë Dorun Tina. Sot kemi ardhur në qytetin e bukur të Gjilonit e në fshatin më të pastërt në Kosovë, kush tjetër përveç Dobërgjanit. Thëm drejtën, kemi pas shumë kërkesa me ardhë në vizit tek ky fshat, por mbetet me u po gjatë rrugtimit tonë se sa është i pastër, sa është i banushëm, çka mundë me ju thonë me cek lirshëm. Unë derisa i beja përgatitjet e pajisjeve për me fillu me xhirimit, njerëzit vetëm kanë cilë pije, edhe tjetra asë edhe një banur nuk ka ndodhur me kalu kënej edhe mos me undal me më përshëndet. I falenderoj gjithë secilin edhe shumë respekt për krejt banurët e fshatit Dobërgjan. Apo shkojmë të hyjmë fshatet edhe të shohim përse afërmi. Hajdini me neve. Jemi krejt në fillim të fshatit me qëtemi, edhe po du me ndalë tek kjo pjesa ku rrjedh ujë, pra kjo pjesa e urës, çka munde me thome këtë urë e kanë një urë shumë të bukur, por që nuk po m'pëlqen pak nuk është e mirë mbajtme, por nga një informacion që ma ka dhonë një banor i cili nuk deshe me u prononcu para kamerës, më tregoj që për këtë urë ka pas, do të thotë, qeveria ka kontribu, ka dhonë të holla për me rregullu dhe me ndreq ashtu siç i ka hije, por që nuk janë marrë fare hiç me punime e ku kanë mbete hollat, këtë ne nuk e dim, por kaq sa i përket pjesës këtu tek ura, ne po vazhdojmë me hy drejt fshatit, e kemi një ditë tepër të nxehtë, dikon 32 gradësh sot temperatura, andi u kall, por që neve nuk në ndalë as të nxehtit, as shiu, as bora kapja moj mundi. Hajde knej. Po vazhdojmë, e pas kanë marketin. Thëm drejtën në fshatit Dobërgjan, po duket ashtu i rregullum, shtëpia të bukura, infrastruktura, po për jo nivel ashtu, nga jo çka unë po shë, ka pjesë ku edhe ka qarje të asfaltit, grupa disa, kështu që është vetëm fillimi, nuk po du me paragjyku, por unë e flasat çka e shë, edhe kaq kujdes ondi, kujdes se pati një grup, bashkë për grupa isha të folë, çka po du me thonë, rëndësishme është njerëzit me qenë të mirë, banorët me qenë të mirë, banorët ma kanë jep një përshtypje shumë të mirë, krejt në fillim. Përshëndetje! A i një lodhë? Qka po punoni? Muratora, sa të bukura i paskëqit po m'pëlqejnë shumë. A je të punu në shtëpitë tonë, a je... Përshëndet, heq, mësik. Ja, seni. Si je ndërum, a je mirë. A më falë për syza se kam probleme t'ju. Ma bën halal. A je një mirë? Ti be mirë. Familjen? Me punë? Je ju? Mirë, faleminderit edhe na. Kjo shumë i kanë herë në për fshatra. Sot e ka Ju pas... për cilënit. Faleminderit. A e ka pas kësmetin a taksiratin fshati? Jo, kësmetit, të nësoj kësmetit. Veç unë... Taksiratin është për të keqë, për të mirës. Po, dhe unë veç taksirat si jam. Ja, mirë. Ndërun çka kime na tregu diçka për fshatin, se s'po du me ju marrë shumë kohë, për shkak se jenë proces të punës. Fillimisht për gëzoj po m'pëlqejnë shumë. Edhe i pas ke kombinu ashtu me shtëpi. Po, qashtu po mundu mi ka pak. Shumë mirë. Po, së di për fshati jonë. A është fshati ma i pastër që shumë kanë thonë? Një fshat i pastër është shumë, po pak që është një farë mungese, po një që ka marrë komuna pak mbi këshyris, ne kemi mbajt vetë 17 shkurë të shoqata, e jonë në Zvicër, e formume, e ta është kanë marrë komuna, po pak ma lekë që t'i shka është, po mirë është, mirë, përgjësi mirë, nuk o keqë. Këtu mirë ma shumë me punë tjera, bujësi pak ka këtu, se sa është një fshat që nuk ka shumë tokë.
Është fshat i madh Bajegi, afër 700 shtëpi ashtu diçka janë. 700 shtëpi, a janë gjitha të banueshme? Jo, ja, gjysa në Zvicër, Gjermani, jashtë perëndim. Për afërsisht nuk po ju lypi numër sakt, sa shtëpi mundet me qenë se janë të banueshme? 700 do 400. 400 po, sigurisht e më shumë oni. 400 janë. Tash a njihni me gjithë këta çka po Krejt. Krejt është shumë fshat i përzim kë. S'ka fshatrat malësisë në tonë, tujt gollakit që nuk janë këtu, domon të ardhën, po është fshat i mirë që nga threjsa nuk kemi. Asë në konë vrosje, sen, këtë jemi pike 5 e thujnë, po jemi shumë në razi, kështu. Si vllaznime vonë. Ne shkojmë në Shqirini, si këtë përgjithësi jemi të mirë. Përgjithësi nuk kemi probleme, cili punën e vetë e këshyrë, po vorët ai në herë diçka, fëmija sen, ama shumë mirë është. Fëmija kopën që ta ndej. E a ka diçka për shembull që nuk e posedon fshati, që e ka kështë mungesë? Jo, në shkollën e kemi dhe i klasë 9, qerdhen si vjetë e kanë qelë, kanë fillu me ndërtime apo? Ja, o lëshua, ja, është të punue, ambulantën e kemë, bibliotekën e kemë. Ka. Dhe gjonat që kanë avyt elementare gati se janë krejt. Gjithësi janë krejt. Nuk në avyt mjekimin e kemë, tu banatore kemi 2, gjamiat më po dohën 2, për gjithësi mirë. Gjamina dhe e kemi por apo e shumë edhe po m'pëlqen. Edhe po m'pëlqen kjo pjesa, ondi fokus lutëm, sa e bukur. Dy janë njoftë. Çka mundem? Duket edhe piktu. Po besoj edhe kemi me shku atje me, po a mundem me i thë këtij fshati se është kodrinë romalor për shkak se më po këtë pjesë. Është po, na jemi një lugoj, kënej kodër, në bashkë lugoj na jemi. Po është gati se mund mi thonë pak, shumë po pak ja mojnë vetit ka se këtu ka pas përpara më shumë veç Turqi. Turqelia ja mojnë vetit pak si agallar, ma të rafshit kishe këta, po tash pak kanë vetë. A dy në shpërngull shumë Turqi, po ka të këtu. Tash po ma shumë malësi, si thujnë këtë malësor. Inderon, të faleminderit shumë për kohën. Apo, ka një kafe në pushojmë, ju përjeshtu, sa problem. Faleminderit shumë, a mbeson se ceka dhe këtë në fillim, sa pijet mi kanë cilë derisa veç i këtu i bo gati në pajisjet, ju lumë të ishët shumë njerëz mikrica dhe shumë të respektu. Besoj që këtu mikrica shumë e mirë, edhe të respektu shumë janë përgjësi. Jo, veç një po shumë, përgjësi janë krejt. Këtë fshatrat kështu më përshëndetin veç si këtu, krejti njerëzit, kush ka kalum ka përshëndet? Po, sigurisht edhe të kam përcjell, po këtë në për misionet, unë për veti shumë, gjdo fshat që shkon të përcjell. Sefte, për pata pas që ja ke pjelluat, tani përgjësi për të pëkëshyre emisionet. Po tani epizod të ngren ashtu, se gjdo ditë ka diçka ndryshe. Po, ka interesant se fshatrat janë këtë ndryshme një për tjetërit. Qka s'kije këtu, këtu pak me bujësi nuk mirë, shumë pak. Faleminderit edhe një herë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit që na ftove për kafe, për na po vazhdojmë. Që keni kohë, po shoni, pim ka një kafe, ujtë ftoft. Faleminderit shumë, jemi krejt në fillim edhe jem kurrështore me po fshatin. Kështu që po shohëm në fund nëse Rrugë drejt e ki shkollën aty që edhe gjetër në xhami. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, nderuar, më të mira, miru pofshim. E falenderoj për zemërsisht këtë zotrin, e ndëgjut intervisten, ju kot thash njerëzit që kanë shumë mikprica, shumë të respektum. Në çdo fshat më respektojnë, se nuk munde me ja hup tashti asë edhe një fshati. Por, ishte përfundoj qëto dhe këme kalu të kjo pjesa. Por që këtu për një me, shumë interesante ke do thot me nxjarrita me i bo gati pajisjet, i ndalëshin makinat, më përshëndetëshin, vishin, do më thonë shumë njerëz ashtu modest. Se ka dikush edhe të përcil, po ndështa edhe nuk të përshëndet, po nejse, ordinonca e mjekësisë familjare, të rarësimi, po duket që si me qenë privat, nejse, e pas kanë, e tregoj edhe vetë banurit që e kanë edhe këtë qendrën e mjekësisë familjare. Unë po vazhdoj me ecë pak ma ka dole, po nuk di ka dole. Fshati Dopërgjan, këtu në komunën e Gjilonit. Me qëtë e mi, ju të cilë të më keni shkru, ja u plotësova dëshiren, erdha, edhe deri me tash, jemi të kalu mirë, po ne jemi krejt në fillim të fshatit.
erdh publiku jem, si gjithmonë në çdo fshat e kam publiku, një shkollë të tërë. Tash keni me ndëgju zhurma gjatë gjithë rrugtimit, shkolla, ja shkolla. Vesh të shoh se nuk po moj prej këtyne hekrave me lexu. Nazim. Bijamin sparimi qëtemi. Hikmet. Apo, se nuk arrita, Turq, nuk arrita me lexu prej këtyne farë gilindera, hekra, çka ju thoni? Nga mirë jemi. Hajde përshëndetje. Vetë si je, a je mirë? Dorontina. Po, Ibrahimi. Na vjen mirë. 3 fjalë për fshatin. Është fshati i banushëm? Është fshati më i pastërt në Kosovë se kështu Po, kanë? kam thonë edhe shto është, a? Edhe këtë në fillim veç e evrejt këto që e keni një pastërti, njerëzit ishin shumë të mirë. A shumë, perfekt janë. Njerëzit ishin shumë i krica edhe shumë të respektuar. Shto që shke marrë vesh. Po, a ka diçka që i mungon fshatit? Mungon disha po të sen, është pja kulturës, shka diune, shka po, përgjësi, mirë është. Po, a njihni me gjithë këta këto? Me banor? Me gjithësa është fshat shumë i përzim, Po. dikon rrëth 50 fshata ka ratën Qetësi ju lutem. në Bërçan, mirë po, me gjitha të është fshat shumë i qetë, është nuk ka probleme. Po. Shumë mirë, i nderuam po të përshëndeti, faleminderit shumë, edhe ju me të mira. Përshëndetje. Si je, a je mirë, Dorontina, a je mirë, a je lutë? Jo, fort, jo. Qa po bëni, qa po Qe, vini? po punojmë ka pak. Vesh dalë që kënej. Qa po punoni, qa ke mora ti? Mjellëm rasat. Rasat qa, speca, qa e në Punojmë boq thërë? speca, patligjona, salata, shfardush, rasat i mjellëm. Shumë mirë, ku po i Me mbjellë? smene, që në boqë, në borqë aty. Sa mirë, po m'pëlqen fshati shumë i mirë, shumë i ndërë. Vola se tive që shto oqës. Po, e në këtë moshë po vazhdoni me punu? Po zguzoj monal oqës. A nuk të pengon kjo temperaturë e lartë? Hi zguzoj monal. Si të në olë në mos, ku shumë këshyrë, ma më qënë trupi me njërën, pa se kum punu shumë. Po, a? Po, se donë. Edhe se dënë të ashtë trupi me nejtë, Ja, pasiv. se donë iq. Dhe me njërën, se ka tonë, së në zemë venë kërkun. I ndërum çka din me na tregu për fshatin. Për shembull, para disa viteve që shukon edhe sot që është ky fshat. A ka Para- në ndryshim? Para 2 vite u konë para lufte këto qydet. Edhe tash nuk që ka edhe aqaq fshat. Qati mirë, po gjinja janë të mirë vetëm. Qaty. Se po qati, elhamdulillah pi Zotit mirë, po gjinja jo të mirë, s'ka knaçi, s'ka lezet, s'ka kur gjoj. E çka mendon pse ka hupa i lezeti? Ka hupse që të telefona që i keni agjës në dorë. Po gjësën e s'kam telefon heq. Ani ti pse s'ki për pezomi. Po pezomi, me thirën a dve me nejt, si jam këtu. A unë që aty jam. Po që aty je, a mos tonë me më thirë, edhe u Veç bitis. kreu ka mirë. Po, ani, Hajde. që ashtu është, se njeri, karakter s'ka është i është, knaçi nuk ka. Pasoni ki sa dush, po unë për mu është e flisht. Pasonia flisht. Se e thunë këtë kuptim? Ma mirë mu knoq me pas lezet fëkarallëk, po mu knoq me bo hajgare, me nejten qysh duhet, si ka në zoti, kur t'vinë mosafiri mu gëzu, me dal me përsjel. E t'vjen mosafirit aty, një gëllan me një vend, një nipi joni ka shku të hala, i sharë njoni ka kish pas gjonë shumë. Unë gjetë edhe rinë bojnë ma bet. Kur qohet për atyt, e morin me përskat venin, pi vjen e ragjon. Luk, po. Edhe kur erë nipi të kushërini, ka, e vetë, që shka përse, shuj, baba shumë mirë, po o ka njoni që ka pas gjon, e ka, u që e kanë përskat venin, pi vjen e ragjon. E mo gjon me smaj se s'na vje kërkush. Qeshto se agjës të mërzita. Ju nuk Po, u mërzite, po na qashto. knoqe krejt. Qeshto Zotit ta dho shëndetin. Amin, faleminjer Edhe me gjitha të gjithë mira. juve, edhe me gjithë poplin e sala Zoti e runë këtë popël. Amin. Vesh ne të inshallah. shkojnë në rrugë të marë me salshojnë që e kanë shushu. Se edhe këto punohet. A? Edhe këto ka punë. Që e braogje që to që po punoj une, i kom të hatë një vjetë. 16.000 fije që si vetë i kom jelë. Ju lumt. Apet të jom të mjellë, speca, kom vend, krejt, amo, ku shumë kanë i mu, që këj vetëm që jam.
shoqja e smut, reja se dën, nipi se dën, gjalli se dën, o s'pa ta do kërkosh punën, ma mirë t'hazër. O, tani kur po bohen këta mi hongër krejt mblidhem. Mi hongër po të mira shumë, ma më punë, s'pedojnë fort. Qa ti vesh, ledhen e për puna po janë tash, sot dhe pak A di që mandrës. ata që janë për puna mu marrë qefi, edhe kom qef si cili me punu, po do se dojnë punën edhe s'punon. Se si të punon, e si ta do punën, pun ka ku du shajës. Bo, qërone këtë njerin e ku marë, me mbajten, të poshtë për pjetë, kom katonarë. Faleminirë që ka ardha petë, që shto Sa aqës. mirë, ju lumë, e vrejta unë që ishit për njoni tjetrin edhe ishit shumë njerëz të respektim. Jo shumë, faleminirë ju kalzoj. As nuk ja kom pre pazarin vetëm, që ka që kom thonë trep ka marë fund. S'ka aty, po valla, s'ka thonë edhe agjaki be pak, po vibe agjaki. Fët një mu, që shto. Ndërum Zotit edhe shëndet. Amin, edhe juve shnete sa glëk edhe i sholla këtë popull e runë Zoti e i jep sa do ke krejta se pak do të me në orë era musliman. Kalofshi Sa mirë. fjallë me vend, falemderit shumë i Nashta ndërum. kom gabua. S'ke gabuhet shumë mirë ke folë, falemderit shumë. Falemderit shumë mirë pafshim, me të mira. E vazhdoj me qëtemi edhe për pak qaste rrugtimin këto në fshatin do për qanë. Jemi afër shkollës, e kisha pak problem për shkak se është një numër i madh i nxënësave edhe normalisht etika jeme asnjëherë nuk dënë me i qitë fëmin në kamerë, sidomos kur nuk është prezenca e prindërve. Përshëndetje në 2 minuta! I pari banor që s'deshte me undolla. Përshëndetje i ndërum, si je? Jam falë për syza? Po, mërë që shi ormone, Si jeni? mirë jemi, Familjen? ketë mirat Që shpo kalen në këtë fshatin e bukur Po. do për qanë. Po, bari një na iki, po na, shka kena me do, A e kanë lënë fshatin shumë? po, në kohën e fundit, ma eret pak vdes tashti shumë mungojnë, balatrit mungojnë, Kroaci, Gjermani, shumë isa, po, kemi me që do pak matë vjetër, shka më në dinë që të lojën tonë që pëne, po një 35 vetë, vesë unë shka e di, një kohë të shkurt kanë shkuën në Kroaci, ju unë suta në është i përshove edhe familjet janë të morë, se unë edhe në arsim edhe mina me bujësi, e kom një shqitore që të ka pak, A punën këtë shkollën këtu a? po, punoj këto, po. Në cilat klasi ki? Jo, unë jam si sigurim, A, sigurim. shumë. sigurim, po, punoj E, këto, po. me që je punëtori Po, kësaj po, shkolle, sa nxënësa për afër se shenë këtë shkollë? Po, këtu për afërsisht janë konën 380 ndokët, nuk jam i Po, sigurt. për afër se s'na Për duhet shumë afërsisht sakt. 400 po, qa di pari. Para 12 vite, se që 12 vite punoj këtu, mbi 750 janë konën. Më tregun që Po, ka pas grada. edhe shumë banor, Ka pas shumë banor, po. dikun 700 shtëpi Po, ishin këtë 700 fshat, por jo të shtëpi. gjitha të banueshme. Jo të banushme, po. Ka pas edhe të banushme, po ka pasën lesh do të ri, po shti shumë i sapi marrin edhe plesh, s'po ka kush mi këshyrë valaj këto. Shumë, Çka po ndodh me fotin e tyre? po s'pëdi, ja kushtet, pa punësia, punëtorët, si pagushin mirë në privat, po s'ka është i firmat, këtu shka më në ditim shatin tonë, ka 7-8 firma në dënëtarijës, po, shka punojnë, tashti ka 3 vetë, 2 vetë, kur, po, tashti unë e kam një plantash, lipi punëtor, zvin, që ata shka mujnë, nuk janë këtu, që ata shka din, mosha i ka kaptu, nuk mujnë me punon, edhe që po do në veshti. 3 puna i moj, shitore në shkollë, edhe me bujësi mirna, me shty edhe do një ditë po. Me që e përmendet bujqësin, sa Po. punohet këtë toka në këtë Tu- fshat? Këtu fshatin tonë, shumica arave janë djerrina po. Po falë një 3 bujqve, serios këtu që janë, i kanë marrë arat e tënde, janë të i punuan, sidomos ka familje që i kanë marrë një 3 shka i dionë për 20 hektar tokë i punojnë, po edhe ata i mungon fuqia punëtore. I mungon se me to kam kontakt, unë çdo ditë të rrim që të jemi atin, i kajmë dertet e tona ka pak kështu, edhe shumë edhe mëshme.
Dhimbshme, po, s'ka me bo. Si gjithandej në shumicën e fshatrave. Në shumicën e fshatrave, po ju jeni në teren, ju e dini, po në bazë dhonave. Kush më mirë se unë se din. Po, kush më mirë se ju se din, po. Ama unë vetë doshta pak me po shkruan këtu në fshatin ton. Faleminderit shumë i nderuar. Hajde suksese. Ishte shumë kënaqësi, na fal se të morëm Ja, kohë. s'ka problem, faleminderit shumë. Edhe ku është shumë e nxehtë. Faleminderit Na shumë. fal. Po do Me të mira, faleminderit shumë. Ndër fshatrat, po edhe sigur qytet me gjitha rregullat mas miri në Kosovë. Më kanë thonë që është më i pastërt në Kosovë. Pastëri në Kosovë nuk ekziston asnjë qytet apo asnjë fshat. Që unë jam të e po një shishe që e pas kanë gjujtë në tokë. Që tashti që të dita, që kjo nxehtësia e madhe, kanë ndiku që nuk po mujnë ata se kena me shumica pleçnia në për shtëpia. Se e pastrojmi rregullisht kur nuk lypmi me na pague, me na... Do thotë ju banorët vetë, në mënyrë vullnetare. Ato, në mënyrë vullnetare, mirë po ato venat ku është rregullt, ato paguhen, po populli i pagun i dëbërçanit, jo, pe diasporës i qojnë direkt i pagun, çka nuk i pagun kërkush në Kosovë në këtë mënyrë. Ka shumë prej mërgjimtarve. Ka shumë, qysh, jo, që ta është ma tepër e madhe. Po vazhdojnë me elone ndër fshatin? Po vazhdojnë se i shkatrun fabrikat krejtës. Komuna Gjelonit, për me 150 hektar kanë pas vetëm trojnet fabrikat e Gjelonit. Sot as një, vetëm një punon krejtë. E to privatet ashtu bon, dhe ajo po, bile, a ti shkon bon private, sigur që ajo krejta o konë tepër mirë. Radiatori është privat, tjerat me bateri, me tekstil, me kombinat dohonit, me mladost, me binashkomaro, me krejta, jenë shit për zero pare. E tash po më intereson. Kjo është marrit tepër e madhe prej aty në udhëhecav që e ka unë udhëhec këtë privatizim këtë mënyrë. Fshati Dobërgjan, thëmë drejtin, po më duket si me konë qytez. Sikur qytez, se ka këtu gjitha rregullat që i përmbohen qytetit, edhe fshati Dobërgjani ka. Po, çka nuk lyp taksa pe popullit hiç, po populli ja çon taksat vetëm me majt atë pastërti, me majt atë dignitet si i ka hije njerëzimit, edhe për çat arsye se sa familjet jenë bo me kullë mbi kokë pe këtyne. Prej mërgjimtarve. Prej mërgjimtarve. Ju lumt, i përshëndesim krejt mërgjimtarët e fshatit Dobërgjan. Ata më kanë shkru shumë për me arë me vizitu fshatin e juve edhe me i pa rrugicat ka e në rritë, ka kanë lujtë. Apo na përshkruan pak atmosferën gjatë verës kur vinë mërgjimtarët. Po nuk ka se unë heci, se po kom jemi qasi jo, gjitha, po qështu, rregull ty bën pas në Kosovë, unë që bë beqi ju. E a ka diçka që i mungon këti fshati? Kur gjo, s'ka, po ka që vendet punës për sigurimet, si gjithandej, si gjithë bota që shi ka, që ajo po na mungon. Ajo s'po na mungon neve Kosovarve, vetëm Dobërçanit, po për gjithësi këtë Kosovës. Se për këtë botë, për këtë dynja laks, rajshëm, sigurimi shëndetësor është kryesor për njeriun. E vërtet. Pse? Bëva ki për një smuj shumë të shkurt, për një rrugë që nuk ka kur qysh. Të ndodh diçka. Që ndodh diçka, aja familje lyp me hongër, aj fëmijë i tina lyp me hongër, gruaja, fëmija, nona, baba. E për qatë arsye, po ikë ky popull, vetëm mos me ashtri dorën dikujna. Shumë mirë e ke thoni ndërum, po më pëlqen, një lumt, e ke përgjithësua ashtu tamam si është. Ja si është, nuk ka. Tana, jo më ndakmi, këtu Turqiv. E Turqijës, alo shkollimin turqe e bojnë. Edhe kur kush nuk i pengon pse. Po e pa shkollën
Ma aty? emën, Po, me emër që shke Mehmet, diçka kif... Nazim Hikmet, po. Nazim Hikmet, edhe na lejun me ndrruve, po na nuk dashtëm. Pse nuk dash? Pse nuk dashtëm se ata shkaktar për mos qelë shkolla o konë, e nuk na kanë kundërshtu kur, po gjithë me neve, për s'ka me kundërshtue. Emni, Ju kanë mbështet gjithmonë. na kanë mbështet gjithmonë, edhe na e mbështetëm thamë jo, me ndru emnin. Shumë mirë. I ndrum të faleminderit shumë për kohën edhe që na i dha Faleminderit, këto edhe ju që- informacione sa i përket fshatit. Keni ardhën, unë jam kontori i arsimit kam qenë, tash jam pensioner. Një dy djem kanë ikë jashtë, jo këtu. Inshallah i runë zotit. Çfarë do se Inshallah, cilën jo, drejtim jo, të jo, vitit. s'kem çka bojmë hiç kur gjë tjetër. E falenderit. Shiu në Prishtinës, që çadrën po ta dorëzoj. Faleminderit Faleminderit. shumë që na e bone këtë hije, A- se sot shumë nxehtë. Në qesin të... Po ky smet në TV, në YouTube kena me citi edhe në Facebook. O, që ashtu se... Edhe kanë me të podjem. Çka ju kështë thonë djemve kur të shohin? Jo, po asë një vetë nuk kom pështu pa më citën. Po, e që ta është tek i me dalë kështë ta. Edhe gjithë fshati jënë do të kënoqën me... Me atë çka e ke thonë, me deklaratën tonë. Gjitha, që kja 4 deklaratë Po. që bo, që 4 vjetë gjemë. Po shpresoj që kemi me pas edhe intervista tjera bashkë, edhe mu më pëlqej muhabeti Me shumë. dëshirë të plot, vetëm që shkojmë 1 milimetër me jesë të para një, mos të balë, pe zorit. Ma mirë, pak se heqë. E vërtet, pika pika mbushet korita. Ama, qështu tu të kërlit e poshtë, të bimi mpru, së zina më nolë. A më për pjese, hecë, po shonë, a për të hecë, del në jenë grytë. A pas hapi. Ma pasafi, anë të poshtë, veç të kërlitin deri të bimi mpru kretë. Po shpresoj që ka me u bo mirë edhe këtë ndërnjerë. Inshallah. Inderum, edhe njerë përshëndes. Falenderit. Ishte shumë knaci. Do të mirë. Miru pafshim, faleminderit shumë. E përshëndesëm edhe një herë për zemërsisht banorin e këtij fshati në Dobërgjan, Abdullahun, i cili na dha një intervistë shumë të mirë, por edhe me domethënie të madhe për atë kush e kupton. Thëm drejtën, banorët e fshatit Dobërgjan që në kanë njëshi vërtet. U knoqa, po shpresoj që kemi me e përfundu edhe mirë, kujdes ondi, po vazhdojmë. Po du me pret çdo pjesë të fshatit për hir të mërgjimtarëve, cilët e kanë mall fshatin e vet, ka prej atyre që ndoshta nuk ka qenë me vite, por unë gjithsesi ko me u mundu me përgjithësu krejt edhe sa të mecin që të kohë. S'ka mund dalë. Arritëm edhe te pjesa e xhamisë. Ky fshat i kish 2 xhamia, ashtu më thanë një banor. Kjo është xhamia, pra sa e bukur. Si gjithmonë nuk ka xhami të keq që kërkon, por që gjithsesi mu më duhet me e thonë sa e bukur, se ashtu ma thot zemra. Më del kështë prej brendësisë së zemrës, jem të i pa dhe 2 banor dolin prej xhamisë, a jenë të hy. Përshëndetje! Përshëndetje! Përshëndetje Dobërgjani, si jeni, Dorontina? Faleminderit shumë, Begzade, faleminderit shumë. Faleminderit juve, si jeni, ajni mirë? Faleminderit, ju si jeni, A keni sigurisht. ko 2 minuta veç me më tregu për fshatin Dobërgjan? Fillimisht, komplimente, shumë njerëz mirë, shumë i krica, të respektum. Ne jemi nga Istogo, por jetojmë në Prishtinë. Shumë. Çka keni me na tregu për fshatin Dobërgjan? Çka më tregu, sigurisht ke pa ndoshta në për fotot, videot që i kanë plasu më herët, ka qenë një të fshatrat më Pastërta. pastrat, përmendun edhe për nga jetesa, se këtu unë si e kum lexuar në rinjë që ka qenë para luftës,
është fshat i 55 fshatra. Katun me shkoljat noje, ka qenë titulli i rilindjes, katun i 55 katune. Do me thonë nga 55 fshatra. Ato logje, po. Kanë ardhur në Dobërçan, jetoj to. Jetoj to. Ju jeni banor i këtij fshati, Banor i po. këtij fshatit. Që sa vite a ke lindë dhe i rri? Këtu kam lind, po. Nga una kam inicion për ka ndellë, këtu kemi lind, këtu e kam kryer shkollën fillore, shkollën e lartë në Gjelan, edhe kam punuar në arsim që 43 vite. Çfarë jetese i ndërun po atë këtë fshat? Po thomë, kundrejt qyshimit të përzim, thash, 55 fshata e në tranë këtu, kur probleme s'kemi kohë. Ndjeri me familjet vetë, ndodhë nga njerë me pas bini. Shumë e vërtet. Po, këtu tepër kalojnë bukur, jo mi kënaqur me gjithë, kemi edhe pak tursh, pak s'kan mes shumë. Amo shumë ka pas përpara. Kanë shumë distan turshi, po edhe qytetar kanë shumë turshi. Përpara i kanë dhënë ato vesikat, koha e shkive, Rankoviçit e aksioni i armë 56, i dini ju ato ka historia. I kanë largu, kështu që po thonë jemi kënaqur me këto banoshi, jetojmë edhe në shkollë bashkë. Me to që punojmë bashkë, edhe në xhami bashkë, Kaloni mirë. kaloni me gjithë. Edhe pse e tregut që jeni 50 fshatra bashkë, kështu, po më duket disi ju krejt njerëzit e kishit atë ritmin e jetesës të njëjtë, ishit njerëz. Jemi adaptu, jemi Po. përshtat, me gjithë jemi. Po duket se me qenë familje. Po, si familje, bile ka filluar dhe martesat me turqe me përzime se përpara. Dosha dhe nuk i kanë praktikuar shumë. Po, si kanë praktikuar marrë përpara. Po, çfarë më pëlqen se në mohabet jeni secilit njëjtë, e keni atë dozën e njëjtë, kështu atë butësinë. Ti mundohem me qenë mikprica, kushdo qoftë që është me nderu, me respektu, sidomos që edhe në xhami, se unë padar në xhami, ju respektu, ju japmi përparësi mysafirëve, ose me thirrë zonën, ose me bën kamet, ose kemi dëshirë me respektu kushdo qoftë që i vinë. Që mos me ju marrë ku i nderuar shpejt për fund, a ka diçka që nuk e ka ky fshat? Që kishit pas dëshirë realisht me e pas. Po, gjithmonë të Ka shen mungesë diçka. Çdo gjë njeri ka që gjithmonë përpara me shku gjitha aspektet me pas. Kemë të kënaqur Po, parë. kundaj që shpi kuptojnë që mundësitë e tova të kufizuar që shi kemi, mundet gjithmonë ma mirë. Të asfaltume janë. Shatrat ka dhe pak rrugisa aty këto kalmet, por Pak po i gra kishit gjosh do asfaltu, kryro, për do pak. dosinë është, po, ka, Pak i në kishit. shat, po. Po, ato janë problemi vogël që kryen më shpejt. Problemi qashtë. Indërun po ju përshëndesim. Faleminderit shumë, kaloni mirë. Faleminderit shumë, miru pafshim. Miqtë e mi, ne arritëm edhe tek pjesë. Faleminderit shumë. Me fillim na kanë qaros kafe, pije, ishit njerëz fantastika. Shumë faleminderit. E sheni me qëtë e mi, qëfar njerëz të mirë, njerëz mikprica në koment, se di pse nuk mundet me ma kuptu realisht kërkush këtë ndjenë, po në se cilin fshat që shkoj, duke që është fshati jem, duke që në familje të mija, atë shumë ju më familiarizu me krejt popullin në Kosovë, sa që ka do që shkoj, më duken që i kom familje, edhe ashtë ndina e lirë, e keni po, do thëtë nuk është që donë shumë komente dhe me folë, por që hajde përshëndetje! Miqtë e mi, si që ju premtuam ne erdhem edhe tek kjo pjesa e ujit për ndryshe si që njihet baja e Dobërxhanit. Ky ujë njihet me veti shëruese duke filluar nga syt, ata të cilët kanë probleme me sy, e një ndërta jam edhe vetë, ata tash me mbush bidonat. Ku shkoj rritim të lëkurës, probleme me lukth. Mos harroj me cek një detaj tjetër, kam qenë me një histori pikërisht në këtë vend dhe ka pas prej prindërve që i kanë sjell fëmijën dhe i kanë lë pikërisht në këtë vend ashtu të zhveshëm krejt. Kur i kum pyet pse, kjo është për shkak që ata fëmijë kanë irritime të lëkurës ose ndonjë problem tjetër, do thotë çka ka të bëjë me lëkurë. Çka po du me thonë tjetër, ky është fshati Dobërxhan këtu në komunën e Gjilanit. Po më zdi me qesh se një zotëri veç
ngrit kokën kështu dhe po ulet. Mos ta rrejmë cek se pra pak nej, është edhe pishina ku ai është duke u latu, u fresku aty dhe ko pas ko e ngrit kokën edhe po më shikon. Ja vlen me qëtemi marrë me vizitu këtë ujë, pse ju me imbush bidonat me ujë edhe për çfarë do probleme që keni nevojë, është ujë shërus. Fshati Dobërgjan këtu në komunën e Gjilanit, njerëz fantastika, njerëz të respektuar. I përshëndes krejt banorët e mrekullueshëm, cilët kanë do kohën me neve sot, na kanë treguar rreth fshatit, një fshat i bukur i pastër me gjitha të mirat. Kaq nga fshati Dobërgjan këtu në komunën e Gjilanit, nesër na pret një fshat tjetër, nuk po e zbulojmë. Deri në takimin ton të ardhshëm, mirëmbëjtje.